Në rrugët që i shkelim çdo ditë, ne përballemi me fytyra të ndryshme. Njerëz që nuk i njohim, por në vetvete mbajnë shumë histori të veçanta. Dhe ndonjëherë mjafton një ndalesë për të kuptuar ato. Kalimtarët është një format i cili ka vetëm 2 karrige, një për mua dhe një tjetër bosh. Aty ku ndalojnë të gjithë për të dhënë mendimet e tyre dhe rrëfime reale nga jeta. Okej, tani jam këtu me i zotëri, mënyrë se takova ishte pak e veçantë. Të pash aty tek pllumba duke ushqyer, tani më trego pak a dele bën këtë gjë çdo ditë, a bën me kënaqësinë tënde, si është kjo punë? Me shumë kënaqësi valla që jam krenar për ato që bëj. Jo se e bëj, po është kënaqësi, nuk është vlerë monetare e jo. Është vetëm kënaqësia kur ushqehet edhe ajo si shpend. Ti, edhe kur nuk e patë mundësi, kalon gjithmonë i qes me grur? Po normal më, ja kam lënë këtu në halexhive që rrin këtu. Këtu në muzikantëve. A mund të lër që më shpërndaj të mjes. Na lekët vetëm më shpërndaj, më bë këtë atë. Po ku filloi kjo, do të thënë si lindi kjo dëshira? Që fillimisht shpe pllumbat dhe pastaj dole të ushqeje gati çdo ditë. U bë sebeb kjo që thash që i kanë lënë masdore më shumë, a kupton? Ka vite që i kanë lënë masdore. Se kanë qenë emra të njohta si për pezën që tregova ke universiteti, që ka pas me shumicë pluma. Këtu ke Bryli prap, ke Punishtja Pastrave. Ka pas vërdall Tiranës tu garruar Kabajës. Po hik këto njerëz që u shpërndan edhe me kurbetin dhe me këto gjonat. Një elësia time me folhakun që është shpend që do kujdes, do ushqim. Paktën ushqimin bazë është gjënof mos me avon. Tani kjo është një gjë e mirë që ti kontribon. Pra, një gjë e mirë ditët tënde që besoj të kënaq edhe ty vetë. Ore më kënaqem unë si person. Se kujtësia kam thonë se më thot ai ke rrugë Elbason që thash që i merr edhe zog smurë i mjekoj ashtu. Po thotë o student që faleminderit se i loj pak ushqim aty që ushqej këto me grun, mos i hodh bukë, themi se buka nuk e ka grunin tamam. Kurse ky është grun safi. Se buka e helmo, siç po helmohet ky popull thështu, me bastardimet që bjen milli ka jashtë. Ku e diti që ushqimi është që të futej tjetër. Kurse atë kokër gruni që ta ja butllumit ja pastër thësh. Tani kafshë tjera shtëpiake mban? Kam pasën fshat që kam pasën me drejt Zotit. Kam çunin që është fiksim mas mocave më shumë. Edhe këtë çunë kunoti që thash që i ka fiksim mocat. Shkon në shkollë, kujdeset, nuk ushqehet vetë pa ashtu. E ka të merr. Për kotelet e vogla, përveç faktit që del dhe bën normal që bën edhe veprime të tjera të mira gjatë ditës. Marrëdhënia jam me punën më shumë me sektorin e ndërtimit. Që aty se nga ajo që s'kam pas shkollim me jo, po me këtë jam rrit më shumë me punën e me djerës pastër, shqyqyrë Zotit që jam... Je krenar për atë që... Jam krenar edhe jam në këtë moshë që jam sot, 54 vjeçë, se kam problem, nuk barazohen çunët e ri me mu për takate, për forcë. Nga mendon që të vjen kjo energjia, kjo fuqia që ke? Vetëm qetësia shpirtërore, asgjë tjetër. Nuk ka dëblem qetësi shpirtërore, nuk jam as... Edhe internet që maj me familjarët që komunikoj... E përdor për mirë. Për mirë shqyqyrë Zotit, po nuk e jam i dhonë mas telefonave, mas gjonave të internetit, a kupto? Çfarë do të bëjë njëri që të arrijë qetësinë shpirtërore? Siç ti mendon që e ke gjetur? Qetësia shpirtërore janë librat fetari, që i kam konsumuar të dy, si Biblën edhe Kur'anin. Ti je besimtar? Unë jam besimtar musliman. Por ke lexuar edhe Biblën? Praktikoj që të thash besimin bektashian, po pavarësisht se nuk kam vizitu xhami apo kish, kam hyrë kish, po jo për qëllime fetare, por jo thjesht për kureshtje. Apo ke xhamia që jam fut, se është xhamia më e vjetër në Tiranë. Masanej për vizitë të rregullt që kam bërë ke kryegjyshata. Edhe i faleminderit Allahut që është kryegjyshat botërore mes Tiranës, që e kam afër si nga ana e shtëpisë. Po
e kam obligim më shumë edhe katë partë, që e kam pas këtë rit. Boj kur bam Bajram, çdo kohë që kam mundësi apo jona për respekt në familjes, e tjetesës, i përkushtohemi familjes me mishë me shpirt, nonën që kam gjallë, motra vlezën që më respektojnë e i respektoj tamam. Kjo është gjithçka. Ti je Kam Tiranë 2 si djemë, tjetër. normal. Çfarë bën një Tiranë që të quhet e tillë? Tiranësi ka i të mirë të keqen, që kur s'ta kthe llafin, ka mikpritjen, që trego vetë kjo Tiranë, se që ka prit e përcjell. Ka vlerë më të madhe se mikpritja. Ti je E llafën krenar e omët. që je nga Tirana, apo? Jo krenar, po super krenar. Një njeri që s'do tokën e vetë. Familjen e vetë nuk është as për flamur, as për fe. Këto janë gjonat më të shneta. Po pate primare familjen, je për gjithë shka vllai. Këtu është dallimi i Tiranësit, që respekto komshiun, njerëzillikun, shoqnin, se familja nuk bëhet llaf, po del edhe ke këto anë. Këta kanë qenë veçoritë më të mira të Tiranësit. Sepse thot ai Benderemi që thot vrej, thot ato që hecën xhadës thot, që se kthe kokën as me krah. Se s'më bë përshtypje, a kupto? Nuk aty ky huj për shembull, apo një që vjen në Tiranë për herë të parë, njerë si habit, se shef të ndërtim tek gjo, apo ashtu, mos më bë përshtypje se i di këto në syt, ku është kjo apo ku është ajo në Tiranë. Tani përveç faktit që je krenar për Tiranën, mendoj që edhe më krenar duhet të jesh për Shqipërinë, Po. nga mënyra si rrëfeve apo jo. Ekstrem. Ekstrem, se u çat thash që parë që atë flamur që është aty. Është derdjak për atë flamur me shekuj, jo sot. Apo për atë tokë që thonë Kosovë. Dardani është ajo, tokë shqiptare është. Kur ke deri në Pelopones që folin shqip, ke mbi emra shqiptar. Sot e kësaj dite, e s'kan pas pasaport greke, që të partë aty në s'kan ditë greqisht. E si mund t'i themi vetës unë që s'jam krenar, ku do që folet shqip, edhe ato që ashtu e pëlqen gjuhën shqipe sot e kësaj dite. Mendoj që do Se vi do të dita të mësoj bashkohemi prapë. Po normal që do vi. Jo mund besim plot, që shumë shpejt, jo do shkoj kohë gjatë. Po do i dorë të mirë. Do i dorë të mirë intelektualësh, që t'i dalin zot me bije me shpirt t'i veni. S'kem nevojë as për nimën e asionit. Se derisa je kur i avun flamurin mes Beogradit, e njemi ne autoktonës tu thë. Qa do më tepër ti? Ai ky mi ve prangat ma Futburg. E të kesh besim ka kjo politik? Si mund të kesh besim ka kjo politik? Kam urrejtje për politikan, po jo për vendin tim. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim tëndin dhe për gjithë gjërat e bukura që na tregove. Kënaqësia ishte e imja, respekti do rri gjithmonë. Okej, tani kam kënaqësinë të jem këtu me zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje. Do më prezantohesh pak fillimisht emrin edhe origjinën nga vjen. Vilson Korpa. Jam nga Skrapari. Kam punuar në kombinatin ushtarak të Poliçanit. Më trego momentet bukura nga puna, po më trego edhe ato momentet të vështira si ke kaluar. Jo, në punë që kam punuar në Poliçan nuk kam patur momente vështira sepse jetur për dije, për të mësuar gjëra të reja, unë me origjinë nga fshati, po dhe shkollën e kam bërë atje patëm rastin që kishim njerëzit tanë, unë kisha vëllai e madh për fat, bëm praktikën, bëm gjithçka dhe kur e filluam nuk kishte vështirësi. Ishte ambient që të njerëzit na njihnin dhe i njihnin. Pastaj në punë, natyrisht, jam rësit e fillimit, gradualisht, me përvojën, me ato që kishëm mësuar, ecëm dhe mendoj që deri në çastet e fundit që kam punuar, e kam mbyllur me sukses, sepse çdo gjë ishte organizuar, nuk ishte vështirësi në kuptimin s'më pëlqente puna, jo. E bëjmë me dëshirë atë që bëjmë. Po. Po cila është ndoshta momenti më pasakon që ke pasur te puna, po them. Momenti i vështirë që bllokimi në 91-shin, 92-shin. Që sistemi bllokoi gjithçka, u detyruam
që shkon në emigracion, këtë vërsi kam bjerë. Pastaj trazirat e 92 që përfatkeqësisht filluan grevat në të parët edhe sistemi në këtë dhe kundër, represion, presion, mund të theme dhe terrorizm, mos flisni, mos bëni. Ne donim vetëm punë, nuk kërkonim asgjë gjë tjetër, as ndryshim sistemi, asgjë fare. Shumë gjëra dhe nuk i di sepse kam ikur në korrik të 92-shit. Cili shtet? Në Athinë, Në Greqi. Athinë. Tani ka qenë emigracioni në Greqi në atë periudhë ka qenë më shumë i jashtëligjshëm. Tani mënyra fizike ishte Po. Deri në fund të 97-s të paligjshëm. Unë për herë të parë kam ikur në Mali, pastaj herë të tjera kam bler vizë. Edhe kam ikur sepse pash mjaft gjëra që thash po të më ndodhi prap, përse vështirë të rezistoj. pra apet diçka që nuk dohem të kthehesh aty. Në rrugëtimin e dytë që kam bërë, rrugëtimin e parë ka qenë rreth 7 ditë në këmbë, pastaj mbrita tek një shok nga Dërmiu, që kishte ikur me dokumenta dhe kisha bazë tek ai. Vështirësimet të mëdha kam parë në vitin 93, kur kam tentuar të ikë në këmbë, bashkë me disa të tjerë dhe na kapi ushtria. Ushtria greke. Ushtria greke. Po fat. Ata shikonin kur ishte i veshur dhe i pastër, e trajtonin ndryshe. Kush ishte jo i veshur, që s'kishte dalë asnjëri për xhiro, në kuptimin e fjalës që jetonin jashtë, do flinin jashtë, pa lar, pa berë, i trajtonin krejt ndryshe. Na grumbullor rreth 70-80 veta, pata fatin që nuk hengra në një shqelëm apo në një grusht. Na thanë, pse jeni bashkuar me të tjerë? Tham, punë shoqërie, për të rrugën, vështirësinë, për të qenë bashkë. Kështu si që jeni veshur, po të mos bëni asgjë, trajtojeni mirë, si nga ushtria, edhe nga policia, edhe në asfalja. Asfalja ishte sigurimi policia e fshet greke. Që atëre vendodha që nuk do t'ikja më në këmbë. Nga që pash me sytë e mi, që i shtrin njerëzit, na sollën në dogan në Kaptic, i qelluan, nuk e di, vdiqën apo i qelluan me grushta, me qelem njerëz të moshuar. Domethënë, atëherë kam qenë 41 vjeç, qelluan një që ishte rreth 50, ngeli atje. Ajo ka qenë momenti më i vështirë i emigracionit. Vitin 98 më pas, u bëm me dokumenta, hyni me dilim si njerëz. Jetesën në Athinë, për shtatë me shtetin grek, a ishte vështirë për ty të jetoje atje? Më thuaj pak a shumë ato vitet e para ishin vështira apo jo? Patjetër ishte vështirë. Mbi të gjitha ishte racizmi. Në shqiptarëve. Shikonin të gjithë me sy të keq. Edhe një pjesë arvanitasit, edhe një pjesë edhe greke, sepse shumica prap. E arvanitë janë similuar, janë kthyer në grekër. Shikonin çdo gjë me racizëm, pa njohje ishte vështirë të jepte dikush punë. Unë pata fatin e mirë që rash në 2-3 njerëz, punova, lash përshtypjen e mirë dhe ata më rekomandojnë të njerëz të tyre. Bëja 2-3 punë, fillova punë në fabrikë, mirë mbajtët për zanatë që i kisha bërë, po ndërkohë punoja edhe punë të zezë jashtë. Ti thua që grekët ishin racistë në shqiptarëve, pra edhe pse bënin punë të mirë. Shumë. Opinioni atëre me sot ka ndryshuar shumë, sepse pak qenë ata që bën veprime të rënda, vjedhje, rrëmbime, u hap në keq. Pastaj kur pan që shqiptarët ishin profesionista, ishin iniciator, ishin punëtor, gjithçka ndryshoi. A të mungonte Shqipëria në atë periudhë kur ishin në Greqi? A ndje mungesën e vendit tënd? Për mjaft gjëra po, për mjaft gjëra jo. Atje të paktën çfarë të ligjshëm, të gjithë kanë siguracione. Kush punon, nuk të lë njëri pa kontroll. Mos japi siguracion sot atë, pse të vi këtu? Një tjetër që ka krijuar familje, ka fëmijët në shkollë, si të kthehet, çfarë do bëj? Do të filloj një punë? Po ato vite që ka ikur ndaj ku ti gjej? Këtu trajtimi është për mua është i tmerrshëm. Unë pra, vendin tim nuk e hedh, nuk e shes. Por më habit që kaq vite edhe ka probleme të tilla edhe sot. Jeta jote tani vazhdon me familjen, me fëmijët e tua, po jo? Po. Tani fëmijët i ke në Shqipëri apo në emigracion? Jo, në emigracion e kam. Ke në emigracion dhe fëmijët? Po. Tani është më vështirë emigracioni kur e provon vet, apo më vështirë kur ke fëmijët emigracion për një prind? Për moshën tonë, rrishia është kjo që gjë më mirë është të kesh
fëmijë ta kesh afër, që të kesh nipin edhe mbesën. Kjo nuk ka ngelur, të rrisin, të kalojmë kohën me ta. Unë pata fatin që 5-6 vjet pata nipin djalin e vajzës, e rrita vetë. Ajo është kënaqësia që më dha jeta, por mirë do ishte, sikur ta kisha këtu. Po duke qenë se ata janë më të kënaqur, kanë kushte të tjera jetese, prapë them, shumë mirë atje ku janë. Na vizitojnë, i vizitojnë. Më e mira do ishte të ishin këtu. Por shteti nuk siguron kushte që ta tërheqë ta mbajë rinin këtu. Do Tani- vrejtje kam. Një mesazh të fundit për ata që do e ndjekin. Çfarë do i thotë gjithëve që po e ndjekin këtë video? Nga deut mos heqin dorë. Si të vjetrit, edhe të rinjt. Çfarëdo që bëjnë, gjithsekush shikon interesin e jetës tia, edhe të ardhmen. Po prapa deut atë. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim tonë. Edhe unë ju falenderoj. Ándale.